Po, besoj që suksesi më i madh ka qenë vitin e parë kur e kemi fitu konferencën. Pac-12 ka qenë një prej konferencave më të mira në Amerikë, edhe besoj që atëherë ka qenë kur e kemi pas ekipin më të mirë. Edhe vitin e dytë nuk kemi mërri atë shumë, po prapë se prapë kemi fitu disa lojë shumë që kanë qenë. Për shembull kemi fitu UCLA që ka qenë në vendin e dytë në krejt Amerikën. Po. Edhe vitin e tretë pastaj konferenca Pac-12 është duk. Kemi ra me një konferencë pak më të olt, edhe për ato ka qenë që kom marrë vendimin me hi në Transfer Portal. Po. Besoj që tash në konferencën Big Ten që ka me qenë një konferencë që ka me pas loja shumë atë vështira gjatë tërë vitit. Do të flasim edhe për këtë pjesën, por po më intereson ty si të kam prit këto vite në këtë skuadër, ti si ki kalu, sa e kone knaqur, çka ki fitu nga kjo përvoj deri më tani? Po, kom fitu shumë sere, jo si lojtare, po edhe si person normalisht, me jetu ashtë largë prej familjes, edhe pse kam qenë Spanjë ma heret, po prapë se prapë Amerika është shumë ma largë, po edhe kam shku shumë ere me 17 vjetë, po edhe loja në basketbol atje është shumë fizike, edhe besoj që kjo eksperjenca atje ka mu shpërbly kur të kthehem në Evropë. Do të thotë dallon loja, do të thotë në basketbolin në Amerikë dhe në Kosovë njëra prej dallime, po e thua loja fizike. Cilat janë dallime tjera? Goxha shumë janë sigurt, po çka të ka dhonë Amerika ma shumë që kur s'kishe mujtë me marrë në Kosovë? Besoj që loj derbi në Kosovë ka pak. Në ligën e parë për shembull janë 2 ose 3 loj derbi që i ki gjatë tërë vitit. Në Amerikë ka pas gati çdo javë ki pas loj derbi që ke shku në overtime ose ke hup 2 pikë, 3 pikë. Ke fitu, kur nuk e ke pas me shku në loj me thonë sot ka me fitu, gjithë ke pas nevoj me jep maksimumin, kështu që normalisht këto loj ka me një mu për me përparu sa më.